Operacioni është rezultati i një hetimi të përbashkët, të gjatë dhe të koordinuar, të zhvilluar në kuadër të një skuadre përbashkëte hetimore. Questo è un risultato delle indagini comuni che abbiamo svolto tra di noi. Në vijim të hetimeve lidhur me këtë çështje janë caktuar në të dy autoritetet 15 masa sigurimi personale, 10 për të cilave janë caktuar nga gjykata e posaçme shkallës së parë në Tiranë. Ci sono state 15 misure cautelari, di cui 10 emesse dalla Procura Speciale di Tirana. Është një element shumë i rëndësishëm i këtij rasti, jo vetëm goditja e aktivitetit të krimit organizuar, të trafikimit të drogës, por edhe goditja e produkteve dhe pasurive që kanë rrjedhur nga aktiviteti i trafikimit të lëndëve narkotike. È una battaglia non soltanto contro per quanto riguarda la droga, ma anche per quanto riguarda il riciclaggio di denaro internazionale. Ku gjatë hetimeve paraprake janë sekuestruar në total rreth 1 milion euro para në gjendje cash. Sono stati sequestrati nelle indagini preliminari circa 1 milione di euro in cash, in contante. Nga gjykata e posaçme në Tiranë, pas kërkesës së prokurorisë, janë sekuestruar pasuri të tjera, shoqëri tregtare, automjete, llogari bankare, të cilat dyshohet se burojnë nga aktivitetet kriminale.